Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka drithëruar të gjithë fanatikët e Donald Trump. Me fitoren e tij morën hovë të gjithë ata që ishin goditur nga administrata Biden, duke menduar se tani ja hodhën paq. Në Ballkan, dy personat më të lumtur ishin Milorad Dodik i Bosnjës dhe Sali Berisha i Shqipërisë, të dy nën grata dhe nën hetim nga drejtësia. Politikani më i fuqishëm i popullsisë serbe të Bosnjë-Hercegovinës organizoi madje një festë për nder të ish presidentit dhe presidentit të ardhshëm amerikan, duke tallur ambasadën amerikane në Sarajevo, e cila sipas tij nuk dëshironte të organizonte një fest. Dodik tha se ai e mori vetë përsipër këtë detyrë. Edhe në Tiranë u hap shishja e shampanjës, ku gëzimi ka vijuar për javë të tëra. Berisha nuk la media pa dalë dhe pa humburur me fitoren e Trump, por ka ardhur një sinjal i fortë nga përtej Atlantikut, i cili e ka rrudhur buzëqeshjen. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka thënë se veprimet e presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e Bosnjë-Hercegovinës, si dhe i minojnë institucionet shtetërore të vendit. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Rubio i bëri thirrje edhe partnerëve në rajon të jenë bashkëpunues.